100 vite larg Europës për standardin e infrastrukturës. Pse? Se Belamafia, me kusarët e saj, të e diktuar nga narkosi, ka pesfishuar dhe ka dhjetëfishuar vlerën e tendrave këtu. Po, se një rrugë, 1 kilometër rrugë me 2 milion euro, ndërtohej në kohën e qeverisjes Partisë Demokratike. 20-30 milion euro shkon. 4-5 milion euro është maksimumi standardi i Bashkimit Evropian. Po kjo pra është. Prandaj jemi 100 vite larg Europës për infrastrukturën. Ndaj mos u mundoni të gënjeni shqiptarët, sepse këto gënjeshtra nuk ja u themi, nuk ja u nxjerrin vetëm ne në dukje, por edhe europianët. E pati ju se foli dikush tu për vizitën e zonjës von der Leyen, i ngeci në dorë diellën Ramës ajo.